Nga data 1 shkurt ka filluar zyrtarisht përdorimi i kamerave Safe City në qytetin e Kumanovës, Shkupit dhe Tetovës, me synim për të rritur sigurinë rrugore dhe për të identifikuar gabimet rrugore. A ka sjellur kjo sistem shqetësime apo siguri tek qytetarët? Në vazhdim ndjekim mendimin e qytetarëve. Na jam janë edhe dëgjona janë pa përshtatshme, sidomos për parkinget e kerreve, megjithëse na nuk kemi parking ku mujmi me i parku kerët, qëtaj për moment ti kime e londi, kuna i ka marrë me fotografu edhe e merë dënimin pa lidhje. Për semafori është i jeshil, është kallapallak, ti kime hinë semafor, aja veç troke ku që dënimin e merë. Jënë dëgjona që duhen mu korrigjue. Po, a mendoni se do sjell siguri kjo kamera të Gjithsesi, siguri do të sjell, megjithëse edhe shumë u përmirësue komunikacionit e na. Në shkaku i telefonit ka ndodhur shumë aksidente. Jo kanë shkel njerëz, jo kanë bërë ndeshje, jo për rrypin kisha thonë në qytet nuk është domosdoshme me pasur që nuk ka shpejtësi e madhe, patjetër ti me vënë rryp. Kamerat është shumë mirë kjo çka bëhet, po nuk kanë sinjalizimet, nuk janë si që duhet. Para duhet të jetë sinjali sa duhet me vozita, 30, 50, po pas 30 metre tjetë kamera e sigurimit. A mendoni se do të sjell siguri në trafik apo vetëm gjoba? Jo, kjo veç donë për popullin, si që duket, se veç pse nuk i bëjnë edhe kret Maqedoni, po vetëm Tetova, Shkupi, Kumanova. Kjo, ne nuk jemi qytetarë këti vendit ta. Kret jemi qytetarë të Maqedonisë, pse në dallojnë ne edhe? Na duam kjo tjetë sigurie e popullit, e qytetarëve, po jo në këtë mënyrë si mendojnë ata. Duhet tjetë në mënyrë që krejt populli mos të anashkalohen shqiptari i Tetovës apo Maqedoni andej. Mendoni se gjobat përmes kamerës janë të drejta? Ati nuk e di, nuk kam pat rastun, nuk më ka ardhur asnjë SMS, se i dim, i kemi mësu ku janë, edhe nuk kemi një, ama zbesoj se janë mirë ta. Po, a keni shqetësime për privatësinë tuaj ndoshta? Kjo gjë normale, njeriu nuk duhet t'i përzish privatësinë e vete. A jeni pro apo kundër kamerave Safe City? Valla jena kundër shumë e vatë, se kamera kanë vunë vetëm ka ana e shqiptarëve. Mas shumë ti, që pëhecim këndina për qytet, edhe vetë për i këshirni se me të vërtet nuk janë ato kamera. Edhe ku janë, ku e kena gjendje ne për me i pagujt ato qëfar dënime që i kanë vunë këto. Kjo është e katastrofe keqë, është shumë. A mendoni se do sjell siguri apo vetëm gjoba? Po valla, si gjoba më te për siguri s'ka kur gjanë, siguri nuk është. Siguri jo. Me të vërtet ka nevojë të vehet tripi, edhe telefoni duhet hiqet, nuk duhet përdorët kur i në gjendje të vozicës, ato duhet të hiqen sigurisht. Po çfarë ju pengon juve më shumë, shpejtësia apo? Jo, ato shpejtësinë duhet pak të azmadhën, se 50 i në përsherë me kërë të mirë, ajo me ditën bërzinë, si i thojmë ne, ajo është shumë keq është. Për kërë atëri, ajë më që këto të vjetrit ashtu. A më tisën e mbash kërin e ri me ditën të vazit ishë në përsherë. Se kush e din që ka do me thonë mekanika, kush nuk e din, nuk e din. A më me të vërtet është e shumë gabim, është 50 i të vazit ishë shumë katastrofë. A jeni pro apo kundër sistemit Safe City? Në total pro. Po mendoj se ka të bëjë me sigurinë e qytetarëve në tërësi, edhe këmbësorëve të vozitës. Besoj se është pozitiv. A mendoni se do sjell siguri në trafik apo vetëm gjoba? Sa i përket gjobave definitivisht po, që është negativja, besoj. Nuk e di ata të ketë tolerancë apo jo, a për sigurinë në trafik besoj që të ketë. Zbatimi i ligjit është temë diskutabile. Mendoj se në drejtim ka të bëjë me një diskriminim në sojza, cili duhet të trajtohet nga ana e pushtetit e shtetit, ligjzënësve, që ligjet funksionojnë në tërë shtetin, jo në mënyrë pjesërisht. Mendoni se gjobat nga kamera janë të sigurta? Po do t'i besojmë si teknologjisë. Mendoj se po. Çfarë mendoni për kamerat Safe City?
Nuk ka mendim i mirë hiç i qeverigjia kanë pru këtë gjë. Di marrin qafë popullin, insonin. Po, a mendoni se me këto kamera ndoshta do të ndryshoj sjellja e shoferëve? Patjetër ndryshime ka me pas, ama ka me pas dëm për qytetarët, shumë. Ama ndryshime mora me pas. 100% ka me pas ndryshime. Shkaku shpejtësive. Po, a mendoni se do sjell siguri në fakt në trafik apo vetëm gjoba? 100%. Gjoba po si po, ama edhe siguri ka. Siguri ka, se unë vetë jem në Evropë këmë rru 35 vjetë, shkaku këtive sigurimeve s'kena guzu kur njëherë bëjmë gabime. A mendoni se edhe këto janë jashtë nume këto kamera, apo ka vetëm këtu tek ne? Jo, edhe jashtë janë. Jashtë janë me kodë vume, jo me vanesë, mendoj. Fakte, pse mendoni se jashtë është mirë e këtu tek ne është keq që janë... Po nuk mendojnë që janë keq të vënume, ato mirë, sistemi jo i mirë, veç dënimet janë mëdha. Dënimet janë mëdha, se nuk kanë popullitarë me që ti mlojnë dënimet. Që ajo problemi. Kjo mu më duket si racizëm është kjo. Kur çdo tjetër s'ka të bëjë. Që ka une Prilepit e këmë taku një kolegë Prilepit ande s'ka, Bitol s'ka, Titoveles s'ka, vetëm Shkupi i ka këta gjë. Mendoj se këto realisht kanë me i siguru më shumë qytetarët, sidomos këmbësorët, për të lëviz më lirë edhe për të qenë më të kujdesshëm. Sidomos edhe shoferat për të qenë më respektues të komunikacionit, për shkak se në përgjithësi Ballkani e ka kaos komunikacionin, e mendoj që kjo ka me qenë një zgjidhje e mirë për qytetarët e Ballkanit, sidomos qytetarët e Maqedonisë. Edhe pse unë vetë vij prej një shteti tjetër, mirë po kjo le të jetë një farë edukimi për gjithë ata cilët marrin pjesë në komunikacion edhe vozisin komunikacion. A mendoni se do sjell siguri apo vetëm gjoba? Jo, mendoj që siguri, qëllimi i gjobës është për të ofruar siguri të qytetarët. Edhe realisht edhe ligje dhe gjithçka që sjellin gjoba janë preventiv për të ruajtur qytetarët për të qenë më të sigurt. Ndoshta do ishte mirë nëse kishme pas ndonjëherë gabime për të qenë toleranca më e shtuar, më në nivel, mirë po prap është siguria qytetarëve. Edhe digitalizimi, mendoj që çdo gjë duhet të ecë drejt digitalizimit edhe për të qenë gjithë njerëzit më të sigurt. E me që janë bënë në zonat ku jetojnë shqiptarët, mendoj që mund të jetë tendencioze, sepse gjithçka është tendencioze sot në Ballkan, por që prapë është siguri për shqiptarët në këtë rast. Ndoshta gjobat nuk janë të shëndetshme për buxhetin familjar, por që për sigurinë tonë janë të rëndësishme. Unë jetoj në Zvicër dhe mendoj që është më mirë për neve, këmbësorë sidomos në vijat bardha kur kush respekton. Kështu që është këtë në rregull për mua. Po na tregoni se është pak atje te ju. Te na është ndryshe, e kemi semaforët, i kemi gjyrën e gjerë për mund me të i kalu për ndryshën të kuqën edhe me çkelës kur fardinimi nuk ia, kupton. Po a është ky sistem që është këtu te na edhe atje tek ju apo vetëm? Është e mundur që është mirë, po janë edhe redara si për shembull në çdo vend e ki, nëse të i kalon të kuqën atëherë të fotografon edhe vjen dënimi te shtëpia.